Për planifikuesit ushtarak izraelit është i ngjashëm me malin e vdekjes, një udhëzim pastrimi bërthamore, e ruajtur me kujdes e varrosur gjysmë kilometri në një mal, i cili është i rrethuar nga mbrojtja ajrore dhe i vendosur simbolikisht pranë qytetit të lashtë fetar të Qom. Për Teheranin, objekti Fordo simbolizon dëshirën e tij për të mbrojtur programin e tij bërthamor, i projektuar për të mbijetuar një sulmi të fortë frontal, me centrifuga të mjaftueshme dhe urianum të pasuruar, shumë të paprekur për të prodhuar potencialitetin një armë bërthamore ose të shpërthej. I varrosur në shkëmbë të fortë dhe i mbështjellë me beton të përforcuar, që e vendos ato përtej mundësisë shkatruese të çdo arme të njohur publikisht të Izraelit, është gjithashtu një simbol i ankthit strategjik të Iranit. Fordo është thelbi dhe fundi i operacionit bërthamor të Iranit, ka thënë Ben Taleblu, një bashkëpunëtor i lartë në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, një organizatë amerikane. Irani tha të shtunën se Fordo ishte sulmuar, ka raportuar agjencia e gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA, duke cituar organizatën e emergjencës autonomike të vendit, megjithëse dëmi ishte i kufizuar. Në të kundërtën, Izraeli arriti të shkatronte uzinën pilot më të madhe mbitokësore të pasurimit të uraniumit të Iranit në Natanz, tha të premte në Këshillin e Sigurimit shefi i mbikëqyrjes bërthamore të OKB-s, Rafael Grossi. Sallat e saj nëntokësore me centrifuga mund të jenë bërë të padobishme nga dëmtimet e shumta në furnizimin me energji elektrike të Natanazit, sipas analizës së pamjeve satelitore me burime të hapura nga Instituti për Shkencë dhe Sigurinë Ndërkombëtare. Fordo do të jetë sfidues pas SHBA-n, është fort i fortifikuar dhe thellë në një mal. Nuk jam i sigurt se sa dëme mund të shkaktojmë atje, ka thënë Deni Cintrinovic, një ekspert i Iranit në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare në Tel Aviv. Irani nuk është ende afër pikës zero të shkatrimit të programit të tij bërthamor, ata ende kanë aftësi të konsiderueshme, ka shtuar ai, duke thënë se Fordo do ishte më i vështirë dhe ndoshta objektivi i fundit në fushatën ajrore të Izraelit. Në terma global, Fordo nuk është një strukturë e mbrojtur në mënyrë unike. Çdo fuqi e madhe ushtarake me një program bërthamor ka bunker të ngjashëm ushtarak nëntokësor që kanë frymëzuar filma të panumër spionazhi dhe teori konspiracioni. Raven Rock në SHBA, i quajtur Pentagoni nëntokësor, është ndërtuar në një mal të Pensilvanisë. Mali sekret Yamalatu i Rusisë mendohet se strehon një strukturë të madhe armësh bërthamore. E njëjta gjë vlen edhe për bazat nëntokësore të raketave të Koreas së Veriut, të ndërtuar në male, ndërsa bazat etare Lango Po e Kinës përfshin një strukturë nëntokësore për nëndetëse bërthamore që aksesohen nëpërmjet tuneleve. Megjithatë, Fordo është e vetmja bazë e madhe ushtarake nëntokësore që është sulmuar ndonjëherë drejt për drejt, një precedent që tregon rreziqet e jashtëzakonshme që kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka marrë duke autorizuar sulmet izraelite këtë javë. Zyrtarët iranian kanë mohuar prej kohësh që kërkojnë një bombë dhe vlerësimi më i fundit i kërcënimit të lëshuar nga komuniteti i inteligjencës amerikane këtë vit, arriti në përfundimin se Irani nuk e kishte rinisur programin e armëve bërthamore, që e pezulloi në presionin ndërkombëtar në vitin 2003. Por nëse Teherani do të ndiqte këtë rrugë, ISIS vlerëson se Fordo mund të shndërrojë të gjithë stokun e uraniumit të pasuruar në nivele të larta të Iranit, i vlerësuar të jetë 408 kg nga inspektorët i IAEA në maj, në mënyrë që të prodhojnë në vetëm 3 javë uranium të mjaftueshëm për të bërë 9 armë bërthamore. Dallimet midis Fordo dhe Natanz përfshin pjesë më të madhe të historisë bërthamore të Teheranit, si dhe përpjekjet shumëpaqe të ndërmarra për të frenuar përpjekjet e tij për pasurim dhe kështu për të parandaluar dojën e sulmit që Izraeli ka nisur këtë javë.